Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1230, cari bulgar Ivan Aseni II mposh Theodorin e Epirit në betejën në afërsitë të fshatit Klokonic në Bullgarinë e sotme. 1497, Nikolaos Kopernikus regjistron vëzhgimin e parë astronomik. 1765, pas një fushate publike nga Volteri, gjykata në Paris shfaqson pas vdekjes Jean Calas. Calas ishte torturuar dhe ekzekutuar në vitin 1762 në akuzën se kishte vrarë djalin e tij, ndërsa ky kishte kryer vetvrasje. 1776 u botua libri ekonomik Pasuria e kombeve nga Adam Smith. 1796, Napoleon Bonaparte martohet me Joséphine de Beauharnais, veja e një oficeri francez që ishte ekzekutuar me giotin gjatë sundimit të terrorit të revolucionit. Martesa nuk u prit mirë nga familja e Napoleonit. 1834 krijohet Legioni i Huaj francez, krah i ushtrisë franceze, vetëm për shtetasit e huaj të gatshëm për të shërbyer në forcat armatosura franceze në Algjeri. 1839, qeveria prusiane shpall se fëmijët nuk mund të punojnë më shumë se 51 orë në javë. 1908, u themelua klubi futbollistik italian Inter Milan. 1918, Partia Bolshevike Ruse bëhet Parti Komuniste. 1932, agenti komunist Ali Kelmendi thirret në Moskë për të raportuar Internacionales Komuniste mbi punën e tij mes komunistëve shqiptar dhe për të marrë udhëzime të reja. 1933, komunistët bulgar Dimitrov, Popov dhe Vasili arrestohen në Berlin në akuza për djegjen e Reichstagut. 1935, Hitleri deklaroi se do të krijojë forca të reja ajrore. 1943, hebrejt grek të Selanikut transportohen në kampet naziste të shfarosjes. 1953, diktatori sovjetik Josef Stalin varroset në Moskë. 1959, në panajirin ndërkombëtar të lodrave në New York, prezantohet për herë të parë në publik kukulla Barbie. 1976, SBA, për herë të parë një femër pranohet për të studiuar në Akademinë Ushtarake të West Point. 1984, u themelua Competitive Enterprise Institute në Washington DC, SBA. 1991, u mbajtën demonstrata masive kundër regjimit të presidentit Jugoslav Slobodan Milošević në Beograd, 2 persona u vranë dhe tanket u nxorrën në rrugë. 1994, ndahet nga jeta shkrimtari i njohur amerikan Charles Bukowski. 2006, zbulohet uji i rrjedhshëm në Enceladus, hëna e 6 më e madhe e Saturnit. 2011, anija kozmike Discovery bën uljen përfundimtare pas 39 fluturimesh. 1999, raportohen sulme të pareshtura të forcave serbe kundër pozicioneve të UÇK-s dhe popullatës civile shqiptare në fshatrat e Drenicës, Llapit, Kaçanikut dhe zonave të tjera, edhe pse presidenti amerikan Bill Clinton dhe sekretari i NATO-s Javier Solana bën thirrje për armëpushim.